Kur se kom ditë këtë detaj, bujar, në një fëmi moti. Po, s'ka ro muhabeti. Edhe me kur se kom ditë që ti që jeton në Itali? Jo, jeton në Itali, që 2010. Kam jetu në Romë faktikisht. Ata kish morë menja marrë me jetu në Zvicër? Asnjëherë. Pse? Nuk e di. Përsi! Len! Viral! Çka të pëlqen më mirë në Italinë krahasim me Zvicër? Në Itali është jeta ma për gjithçka është më lehtë. Pse në veri në Itali Një shqiptar e vëlla bota. Po edhe pse në veri prap është më mirë se në Zvicër. se në jug në Itali është më stres, më Jug mosh. Me ta dhënë pasaportën e Zvicrës mbarar me jetun në Zvicër ai. Shumë faleminderit, Zoti ta paguft. Nuk vjen. Jo. A rituni ajo? Ja. Se shtojnë të shku viral ç'kjo video. Ç'kjo viral e gjithë. Pasaportën italiane tash, po gjithmonë të majt edhe pasaportën e Kosovës. Kështu që Amo interesant, a? Interesant. Interesant, se njerëzit vujnë marrë me jetu në Zvicër. jo, unë normal, në Zvicrën e du, kam A njerëz një Afrimali unë që e ki shumë jaran. Shumë shpirt e kam ata. Shumë shpirt e ki, e di që e ki shpirt. Shumë shok e kam. A e po ik prej Zvicrë. Po edhe na ka mërzit goxha, se kemi bisedu edhe në emisionin e kaluar kur kemi qenë për vitri. Afrimi na ka mërzit goxha që për e lënë Zvicrën, po o zgjedhja ti edhe Amo jo, ai e bën sigurt, vjen prandën ik diellën. Po. Se tash i ignoron fije. Se realisht një artist është vështirë me pak problem. Problem është me jetu në Zvicër. Artist, flasim. Po. Kur ke ardhur në Itali, a më njëherë je marrë me muzikë edhe ke mujt me jetu për? Faktikisht unë kam marrë në Zvicër mas pari, që në 2003-ën, dikon 7 vite kam punu me vizë pune. Mas nej më bon dokumentat për në Itali edhe gjithmonë edhe pse kom jetu në Itali s'kom punu asnjëherë. Do më thonë, në Itali s'm ka thonë kërkush puna marr. Në Zvicër po. Atje kam të hap një lloj firme, sikur i pavarur. Në Itali? Po. Po? Që quhet në gjermanisht self-ständig. Self-ständig. Po, edhe atje paguaj tatimet, normal. Çfarë firme është ajo, bujar? Nëse do më thonë, si këngëtar, paguaj tatime. Ti vetë si artist, pra, do të thonë me qenë rregull me shtetin. Po, me shtetin jam rregull atje. Qysh në 2011 e kam hapa atë firmën. Këtu a keni pas ndonjëherë problem bujar se këtu shpesh vinë këngëtarët i paguhen nxezë, marrin parë nxezë kështu për atë. Pas ndonjëherë probleme të tilla. Fatmirësisht nuk kam pas, se gjithmonë kam punu me rregulla këto, me vizë. Tash më marr Janë disa këngëtarë që janë të ndaluar duket në Zvicër, me sa di unë, apo jo? Po, kam pas ndalesa, Ka ndalesa shumë për artistëve. Edhe pse nuk e quaj shumë. Po, të marr parasysh që tash e kam edhe pasaportën italiane. E kam drejt një lloj vize 90 ditë për një vjet më shfrytzu. Jam rregull edhe me këtu edhe me atje.